Diçka më tërhiqte tek meditimi, aty e ndjeva që çdo gjë në atë moment ndryshoi. Ndjesh e përmbushur. Meditimi transcendental është e thellë, hyn në brendësi të qenies, ta shkakton gjithë stresin. 20 minuta 2 herë në ditë. Këtu fillon dhe rritet cilësia e jetës. Një lloj përqendrimi më të madh, jam bërë më e vetëdijshme. Është e gjithanshme. Mendore gjatë ditës time. Tu jam më kreative, më e sigurt në vete. Kam filluar me mundi vitale. Një paqe të brendshme. Shumë herë më e përqendruar gjatë ditës. Ma e fokusuar në punën që e dua. Benefite nga më të mëdhat. Më e gjallë dhe të rrezatë vibrime pozitive. Jep mendime të qarta dhe ide. E marr gjërat në mënyrë më natyrale. Dhe shplodhje më të mëdha. Jeta më duket më kollajt. Nëse çdo kush do të praktikonte meditimin, padyshim që nuk do ekzistonin mosmundjet sociale. Pak fjalë, çdo njeri mund ta mësoj, është e thjeshtë fare. Shumë efikase, shumë e mirë, shumë praktike. Është një aspekt praktik për të qenë më i shëndetshëm. Mundërisht, fizikisht, më i suksesshëm. Meditimin duhet ta provosh, nuk shpjegohet dot.